Sot është përkujtuar vepra e vëllezërve Kirili dhe Metodi, për të cilën është theksuar se janë ideolog themelues të shkrimit, leximit, kulturës dhe zhvillimit shpirtëror të popujve slav. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se vepra e Kirilit dhe Metodit përfaqëson fitoren e dijes mbi errësirën, ndërsa theksoi se arsimi nuk është vetëm transmetimi i informacionit, por krijimi i mendimit kritik, vlerave dhe karakterit. Nevojiten rezultate më të shpejta dhe më efikase për reformimin e sistemit gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit. Institucionet duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe pavonesë. Vendi duhet të mbetet dinjitoz në rrugën e tij evropiane, por pa hequr dorë nga identiteti dhe gjua e tij kombëtare, duke bërë thirrje për bashkimin e shoqërisë rreth qëllimeve kryesore kombëtare dhe arsimore. Ndërsa presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në mesazhin e saj të urimit tha se pak njerëz në histori kanë pasur nderin të perceptohen nga shumë kombe dhe shtete, si apostuj dhe mbrojtës të Europës. Gjuha nuk është vetëm një bashkësi fjalësh, por edhe një kujtesë kolektive, një kod vlerash dhe një ndjenjë përkatësie që një popull e transmeton nëpër kohë, nga brezi në brez. Në një kohë pasigurie, përçarjesh të thella dhe alienimi gjithnjë e më të theksuar. 24 maj na kujton se pa kulturë, arsim dhe shkencë, por edhe pa një sistem vlerash, asnjë shoqëri nuk mund të ndërtojë besim dhe unitet të ndërsjellë. Urim ka dërguar edhe kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, i cili ka shmuar rolin e këtyre emrave për popujt slav. Trashëgimia e Shën Kirilit dhe Metodit mbetet një frymëzim i përhershëm për ruajtjen e vlerave univerzale të dijes, dialogut dhe respektit midis popujve. Në këtë ditë të rëndësishme, ne riafirmojmë angazhimin ton për arsimin, kulturën dhe bashkëpunimin si vlera që ndërtojnë shoqëri demokratike dhe progresive. Kryekuvendari ka rikujtuar se këtë vit ai ishte njëri ndër udhëheqësit e delegacionit shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ngjarjen tradicionale për nder të Shën Kirilit dhe Metodit të mbajtur Vatikan.